Bashkëshortja e Shpat Kasapit, Selvi Jao, ka reaguar me dhimbje të thellë pas lajmit të ndarjes nga jeta të artistit. Në rrjetet sociale, ajo ka ndarë një mesazh prekës ku përshkruan lodhjen, sakrificat dhe boshllëkun që ka lënë mungesa e Shpatit në familjen e tyre. Ajo tregon se momentet e fundit ai i kaloi në krahët e saj dhe kujton se sa shumë shpresonin për përmirësimin e gjendjes së vogëlushit Roel, i cili po priste dokumentet për t'u trajtuar në Itali tek specialistët më të mirë të logopedisë. Selvia shkruan se përpjekjet e tyre kanë qenë të mëdha dhe të mbajtura larg syrit të publikut. Duke ju drejtuar Shpatit me fjalë zemre, ajo thotë se ai nuk pati mundësi të dëgjonte kurrë të birin ta thërriste babi, duke theksuar se ndarja e papritur i ka lënë të dy të pambrojtur. Ajo pyet me dhimbje se si do t'i shpjegoj Roelit se babai nuk është më, ndërsa kujton premtimin e Shpatit se dashuria e tyre do të zgjaste deri në fund të jetës. Mes lutjesh, ajo shpreh shpresën që një ditë të ribashkohen në xhenet. Sipas informacioneve paraprake, këngëtari i njohur shqiptar ka ndërruar jetë nga një atak kardiak. I lindur në Tetov më 1 maj 1985, Shpati u rrit në një familje me traditë muzikore dhe u bë shpejt një nga figurat më të dashura të skenës shqiptare. Ai ka lënë pas bashkëshorten dhe një fëmijë.